Jemi tek rezidenca Loredis në zonën e Qerretit, buz me rrugën kryesore të fshatrave turistik me një akses të drejt për drejt në det, vetëm 250 metra larg nga deti Adriatik dhe plazhi i bukur i zonës Qerretit. Kemi këtë apartamentin në katin e dytë nga toka ose katin e parë banim për shitje. Atëherë, siç e shikoni, shkallët janë me ndriçim natyral, ascensori është i vendosur dhe këtej kemi hyrjen e apartamentit të cilët e kemi për shitje. Pra kemi një mini korridor, tualetin e apartamentit, bëhet fjalë për një 2+1 me këtë sallë gjigande, e cila është me ndriçim natyral nga dy anë, dhoma e gjumit nëmër 1, dhoma tjetër e gjumit, dhe një balkon po ashtu shumë i madh, i cili ka këtë pamje brenda kompleksit. Objektet janë të vogla, 5 kaçe me ascensor. Atëherë, për gjithë ju që interesoni, ky opsion disponon një sipërfaqe totale 85 metra katror, cilësia e ndërtimit është ndër më të mirat, siç duket edhe nga fasada, edhe nga tubat e kondicionimit, dyert dritaret janë plastike, doppio xham dhe shumë gjëra tjera. Shitet për një çmim 1300 euro metri ose 110.000 euro në çmim total. Për gjithë ju që interesoni, mos hezitoni të na kontaktoni. Faleminderit.